Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt po bëhet një alarm i madh në rrjetet sociale me një lajm që unë nuk dua edhe ta besoj, por ka njerëz të cilët i kam parë nëpër komente fatkeqësisht që kanë filluar të nxjerrin një gjuhë të rëndë kundër drejt Brikenës, një gjuhë inati mlefi për veprimin që ajo ka bërë. Tani në 100 kamera të marrësh vendimin që të vjedhësh, më duket pak e tepruar nga ndjekësit, nga fansat që mundohen të shpifin dhe të krijojnë situata, le të themi nga hiçi. Çfarë ka ndodhur? Brikena është bërë qendër e vëmendjes nga një video që është publikuar në TikTok, ku Brikena është në pjesën në dhomën e grimit, aty ku ka garderobën Brikena dhe Selina, ku Brikena ka hapur njërin dollap të garderobës dhe dyshohet që i ka vjedhur diçka nga garderoba e Selinës. Do me thënë kanë filluar hamencimet dhe thashethemet të fliten lart edhe poshtë. Tani fillimisht unë njëherë dua ta shpjegoj radhitjen e dollapëve. Dollapin të cilin e ka hapur Brikena, do me thënë aty ka 4 dollape, që në kupton, një është në mes i madhi që është me 2 dyer që hapen dhe 2 janë anash. Në fillim të hyrjes në garderob, në pjesën e grimit, sido që ta quajmë, do me thënë dollapi i parë, ajo dera e parë e dollapit është e Selin. Tani dera e mesit është e Brikenës dhe Selin ka marrë edhe një pjesë tjetër tek dera e tretë, që nga dalja e Juelës, Selina i ka transportuar ca rroba të vetat atje dhe do me thënë e ka dhe dollapin e qoshit dhe dollapin e fillimit, ndërsa në mes e ka dollapin e saj Brikena. Tashi dollapi i Brikenës ka një ndarje në mes, që do kupton që Brikena herë çon rroba këtej, herë çon rroba andej. Unë e pash shumë mirë videon, e pash disa herë sepse nuk doja që ta besoja që Brikena mund të bënte një gjë të tillë dhe më vjen shumë keq që ndoshta fansat e nxjerrin hajdute Brikenën duke mos qenë hajdute në asnjë mënyrë. Brikena nuk është se ka vjedhur në dollapin e Selinës, Brikena thjesht e ka hapur dollapin e saj, e ka përdorur dollapin e saj dhe i ka marrë gjërat, i ka nxjerr nga ky dollap në atë dollap. Unë e pash që mori një diçka, dhe u mundua menjëherë që ta futë në qesen dhe në çantën të cilën e kishte. Ndoshta ka qenë një cigare, ndoshta i ka fshehur cigaret e veta aty brenda të mos t'ia gjejnë banorët, mund të ketë një diçka, por që të quhet hajdute Brikena mua më duket pak e tepërt dhe e paimagjinueshme.